një, po e them, trend, doktor Flamur, që e praktikojmë shumica prej nanave, prindërve me fëmijë, po dhe për vete, është përdorimi i qepës dhe langut të qepës për menaxhimin e kollës. Sa e përkrahas e mbështet si teori. Me thënë të drejtën, jam më i prirur me besu ka studimet fikse shkencore. Qepa përdoret ndoshta që prej kur njerëzimi ekziston për këto probleme. Në momentin kur nuk shkakton dëm, mund edhe të provohet, por nuk është mirë që të humbet kohë. Me këto metoda, përderisa ekziston mundësia diagnostikimit saktë dhe trajtimit saktë. Por edhe nuk është rrëpsisht e ndaluar nëse vetëm ka dhënë efekt, sepse përvoja njerëzore është baza e secilës shkencë. Mirë po, nuk mund të flasë shumë në atë pjesë kur nuk ka studime fikse për atë punë. Përndryshe për ata që besojnë në këtë recetë bio, ta themi, keni edhe në kanalet tona, në rrjetet tona sociale, recetën e nutricionistes Alberina Shabani Lazi, që ka përgatitur langun apo çajin e kepës kundër apo ndoshta jo kundër kollës, por të paktën për ta menaxhuar kollën.